mbas 2-3 ditëve, kisha me kënu ndasa. Dhe se klipi është realizu para 2 muaje, do me thënë para sezonit, ato ditë sezonit, sa dola prej fermës, edhe direkt realizova klipin se e dija se më kap sezoni dasmave, nuk dhe mund të realizoj, edhe e gjiroj del fotoja, edhe mas 2 ditëve shkoj në dasëm, dasmori, kujmë tha, hoj qiqe, tha, kujtova tha se do je martau, nuk do vesh në dasëm. U martu për vete, kjo tash ta vjen. U martu, si vjen kjo ka telashin e vetë. Thash, nuk jo martu, oj, ingjë, rrej rahat, pa me ju martu juve së martu. I pash komente se di edhe Aurela. Aurela për zdyti e ha. Urim me shpirt, tash po mirë Aurela. Aurela grata me mirë shumë gëset për zdyti e ha. Edhe kanagjeshin kër e kom pat një klipat, e kom natën e beqaris me vajzat, e publikova fotën, janë nisën me morru krejt. U mito t'i bo kohë vetit, për kur qyshë së njëm do martë. Një fotografi për qëto po flasim, edhe është pjesë e kongës, edhe një tekst që flet për ndjesin e nusës, edhe për jetimet që ajo i ka. A ke diçka që ti ta ofru në djemë të Muhameti edhe Albani, apo ti e pa të fokusin ma ti për... Jo, unë e kisha fokusin vetë, për shkak se unë shof kohën e fundit unë bjetoj edhe jetoj prej dasmave. Edhe po këndoj këngë të huja dasmave plot. Se mos mi përkushtu vëmendja në atë punë ku unë ha bukën. Kështu që para kësaj e bëm një këngë moderne, edhe thash një këngë bile me Irkensin, kër e bëri këngën, thash Irkens duhe një këngë për dasa. Shme tarabuka për nuse, edhe ashtu kënojnë për dasma, kështu që më duhet e këngë, gjithë ishte ide dëshira ime, ma bo një Irkensi, bile kjo këngë, edhe këngë është realizu në mujnë mars, po, në mujnë mars, në marsa në shkurt, nuk e di, para se të hynë fermë. Në rëtë një avë ditë para se të hynë fermë, se unë nuk e kom ditë edhe se të hynë fermë, një avë para unë e realizoj këngën këthem, nuk pata mundësi, po dashta s'kisha kohë ta gjiroj, po të futem, dirisa e unë... Pra ndaj edhe mbeti për mas sezonit verës, po që kur nuk është... Jo, a e ke këngën gati, për mu kur nuk isha tani, a i momenti... Publikoj këngën, kur është e mirë. Ata që besojnë që me besytni, thonë që është ters me vesh fustanin e bardh para... Unë jo mytu vesh? Për qatë e pas kom ters, asë qatë që më të martë. Edhe ka për një me edhe modelet cilat unë i kom taku që pranojnë gjdo loj kampanje për pos fustana nusrije se është ters edhe nuk e vesh për parë. Po duket që ti se ke pas këtë mundim. Shqyqyrë zotit, elhamdulillah zotit, jo ters, po shumë barësi i kom jetë, kështu që unë ka si edhe vesh më barësi. Unë më duken ato muhabete koti, ters, mers. Qatë vjen jeta, kur pa me vesh fustanin e bardh, kom pat periuda një që më kanë ardhë, kanë ndodhë shumë gjërat këqia, po si të në qelja derën. Kështu që unë nuk ju besoj aty në gjërave. Unë thash, që zotit jam shumë formë, kur ma mirë s'kom qenë, kur ma rahat s'kom qenë. Ajo më rëndësi edhe për rezaton. Nuk për di tash qka qysh tek, se s'pokuzoj shumë me të pyt, po... Pytëm qa dush ti, e din se kom problem për me pyt, po... Se s'ka, kështu na i zho qa... Po the, se halo, se kemi ranin